Ritakohemi të dashur miq në Jetë Shqiptare, një takim i sotmi ky i shoqëruar me ndjeshmëri, dhimbje dhe rrëfime tronditse, por do të sjellim edhe një histori suksesi. Midis tematikave që do të diskutojmë sot në programin Jetë Shqiptare, të nderuar miq, do të ndalemi së pari në fillim tek 31.000 pensionistët e vetmuar sipas shifrave të Instatit, dhe cilat janë vështirësitë me cilat ata përballen. Por nga ana tjetër do të flasim me kolegë, me gazetar, me reporter lufte. Duke mbetur tek lufta, do të sjellim dhe një rrëfim të një shqiptare e cila prej 8 vitesh jeton në Izrael, por është kthyer në Tiranë vetëm një ditë përpara se të nisnin luftimet 2 javë më herët. E nisëm ëndër diskutimin e parë me situatën e të moshuarve në Shqipëri dhe do të ndalemi tek ajo kategori e të moshuarve të cilët jetojnë vetëm. Si fillim na informon inserti dhe më pas rikthehemi në studio me të ftuarit e parë. Unë jetoj fare vetëm. Më vinë komshit më shofin, edhe më thonë nëna e madhe e lagjes. Më vite me qafë kur do shkojsha të paguisha dritat, ose kur shkojsha në ambulancë për të bërë analizat. Kurse të shi unë riku për krau dhe të gjitha mi krynë. Vjen për ditë dhe nuk mërzitet. Kur vjen momenti për të dalë në pension, jo të gjithë i kemi ide të qarta se si do t'i kalojmë ditët tona. Gjendemi përballë faktit me ditë pushimi dhe ky ndryshim shpesh na çorienton. Në mes të zgjedhjeve për të kaluar gjithë këtë kohë të lirë, kjo varet nga mosha dhe dëshira për të qenë aktiv, sa të fortë jemi fizikisht dhe sigurisht nga kushtet ekonomike. Të moshuarit të dalë në pension jetojnë në mënyrë të pavarur, edhe pse shpesh ndihen të vetmuar dhe ka nevojë për ndihmë, për shoqëri, por gjithashtu edhe për përkujdesje. Kur diskutojmë për moshën e tretë, qëllimi i të gjithësuar cilësinë e jetës atyre, duke i ofruar shërbime dhe mbështetje për kryerjen e aktiviteteve të jetesës së përditshme. Ka shumë të moshuar që nuk e ndjejnë vetmin, por nga ana tjetër ka edhe shumë të tjerë që jetojnë vetëm, të braktisur nga familja, pa fëmijë, të divorcuar, janë në situata sëmundjeje, apo kanë probleme të ndryshme psikosociale. Në fakt, sot, për çfarë ka nevojë pensionistët më shumë? Do të ndalemi në këtë diskutim të ndjeshëm me 3 zonja të nderuara, po nis me të ftuarin e parë, zonjën Ermira Perdeni, ju shoh të përlotur. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që jeni këtu. Çfarë ju preku? Kjo është një situatë që unë tashmë e njoh, se unë kam që në 99-ën që merrem me moshimin. 99-a ka qenë vitin ndërkombëtar i njerëzve të moshuar që sensibilizoi gjithë botën se si duhet ta trajtojmë moshimin. Dhe një nga gjërat kryesore që është thënë për të mos pasur këtë situatë varfërie dhe qëndrimi dhe vetmie, kërkonte që ne të kishim një moshim aktiv. Dhe prandaj neve kemi bërë disa revista me moshimin aktiv, për të treguar që në komunitet njerëzit funksionojnë në mënyrë aktive. Vijojmë edhe me prezantimin e të ftuarave të tjera dhe më pas shtrihemi në bisedë. Kam kënaqësinë të kem në këtë panel gjithashtu profesor doktoresh Merita Xhumarin. Përshëndetje, mirë se vjen. Dhe zonjën Marita Roshi, përgjegjëse e shërbimit për ofrimin e ndihmës në banesë ndaj të moshuarve të vetmuar. Mirë se vjen. Përshëndetje. Unë do doja ta nisja me ju, zonja Perdeni, me një pyetje që duket sa e përgjithshme, po aq vënë pa dhe problematikat. Ne ju referuam edhe insertit që prezantuam pak më herët. Cilat janë vështirësitë, me çfarë përballen sot pensionistët e vetmuar? Pensionistët në radhë parë, gjëja e parë që përballen është varfëria. Ato janë një grup shoqëror, të cilët kanë punuar me turne, në mënyrë të veçantë gratë e moshuara kanë mbajtur një peshë shumë të rëndë të punës në atë kohë, po dhe të familjes dhe të rritjes fëmijëve dhe të atyre radhave të gjatave dhe kushteve të vështira të jetesës dhe të punës. Dhe atëherë nuk janë paguar. Po ato sot e kanë pensionin më të varfër se sa këto që dalin tani. Këtë unë e kam mësuar vetë në veten time që unë marrë një pension më të ulët se sa këto që dalin tashi, edhe pse këto i gjejmë me kompjuter, ndërsa ne raportet tona duhet i shkronim makina shkrimi dhe për një gërm duhet ta forcërisje nga e para. Dhe e marr pensionin më të ulët prapë. Edhe kur bëhet shtesa e indeksimit, ato që kanë më të varfër kanë indeksimin më të vogël, domethënë, por nuk bëhet një luftë ndaj
ndaj varfërisë, po drejt shtimit të pabarazisë. Pra, një nga vështirësitë është pjesa financiare, po themi. E dyta është që ato janë të vetmuara sepse nuk funksionon komuniteti. Ne nuk kemi struktura në komunitet si që ka gjithë bota, qoftë dhe vëndet që kemi neve fqinj. Çfarë keni parasysh kur thoni struktura në komunitet? Ka qendra ditore dhe qendra rezidenciale sipas kemi neve mini bashkinë ku jetoj unë, mini bashkia numër 2. Nuk ekziston asnjë qendër ditore, asnjë qendër rezidenciale. Unë dje jam ndeshu me një problem dhe zonja që tha unë jam e rajderit, për të parë dëgjova për rajder, e kisha dëgjuar, por nuk isha ndeshu me problemin. Shof një grua që është burri me disability dhe më njofton fqinja e saj 90 vjeçe. Më thresin në kafe, ma paguajnë dhe kafen, gjë që mua nuk pëlqen sigurisht, por nuk mund dhe t'i ofendosh. Dhe në thonë që kemi këtë probleme ashtu, dhe më thënë në momentin ku funksionon komuniteti. Ne nuk kishim për ta marrë vesh se çfarë probleme shkishte në po funksionon në mënyrë individuale, pra për njëri tjetrin, po ju thonë jo në mënyrë të organizuar. Ndërkohë që këto gjëra mund të ishin shumë me rregulla. Unë për herë të parë në Shqipëri, Merita e di, ka ardhur në atë qendër, kemi bërë komuniteti për gjitha moshat, qendrën e parë, për ta pasur dhe intergeneration, se dhe lëvizja globale e moshimit është drejt një shoqërie për gjitha moshat. Nuk mund t'i ndash ti grupet. Vjen gjysha me nipin. Nipi nuk shef vetëm gjyshën e vet që ka shumë inteligjente, por shef që ka dhe një gjyshë që s'është aq. Domethënë mësojnë dhe nga gjërat e tjera, është një mundësi unike për zhvillim shoqëror. Dhe ne nuk e kemi më këtë mundësi. Disa shërbime që i kemi pasur na mungojnë. Janë prishur dhe ato pika që i trashëgonin nga para 90-s, nga sistemi kaluar. Dhe kjo ka sjellë një vetmi dhe një nga temat sot globale është komuniteti e smedicin. Komuniteti si ilaç. Ndërsa për ju, zonja Xhumari, si vjen kjo problematik? Zonja Pirdeni përmendi 2 prej tyre, pra qendra komunitare dhe nga ana tjetër pensionet e ulta. Çfarë do të shtonit një problematik tjetër? Çfarë i shqetëson? Kam gati 30 vjetë që bëj mësim në Universitetin e Tiranës dhe lënda që unë zhvilloj është politika sociale, ku një nga subjektet kryesore të kësaj lënde janë zhvillimet, reformat në sistemet e sigurimeve shoqërore, sigurimeve shëndetësore dhe pensioneve. Dhe veçanërisht për pensionet kam bërë një studim jo vetëm për Shqipërinë, po edhe për vendet e tjera të Ballkanit për të kuptuar se si kanë evoluar këto reforma. Dhe si qëndrojmë ne përballë tyre. Po, dhe si qëndrojmë ne përballë tyre. Pak a shumë ka një trend të përbashkët, por ajo që mira e cilësoj si një pikë të dobët të sistemit ton, është masa e ullët e pensionit në raport me pritshmërinë që kanë të moshuarit, sepse nisur nga i sistem i mëparshëm ku ne kishim një shtres të moshuar ish dinjitoz, pensioni cilve ishte dhe ata e dinin përpara se sa dilin në pension që do merrnin 70% të pagës më të mirë që kishim pasur. Aktualisht, kjo që është një koncept që është shkallë zëvendësimi, ka zbritur rreth 40%. Pra, sot një pensionist shpreson të marri 40% të pagës së vetë, e cila është fare e pamjaftueshme për të përballuar këto kosto në rritje që ka jetesa. Desha tosha më pak, se thash më shumë, është më pak. Sepse kjo varet nga pension në pension. Ka njerëz që nuk janë kapur vitet e punës fare. Zonja Pirdeni, sa është mesatare një pensioni që merr sot një moshuar në Shqipëri? Po shiko, këtu nuk është se ka një studim se si është vërtet ajo mesatarja. 70% marrin pensionet e ulta. Pensionet e ulta, po. Aty ka njerëz, unë kam çuar një fqinjën time që ti bënim se nuk ka ashtu, të bënte atë aplikimin për pensionin. Ato i zun vitet e punës para 90-s dhe nuk i zun vitet e punës pas 90-s dhe i thanë shkon gjyq. Këto i mbushën gjyqet me gjëra koti. Dhe ajo me një pension 100.000 lekë. Një grua që ka punuar, që ka mbajtur familje. Me një pension 100.000 lekë të vjetra, çfarë mund të mbuloj në shpenzimet dhe në nevojat e veta një pensionist? Ndoshta në këtë moment, mbas gjithë këtyre reformave të qeverisë për rritjen e pagave, duhet të ishin shoqëruar edhe me një rritje paralelisht të pensioneve. Nuk kanë mjaftuar këto rritje që kanë ndodhur deri tani? Ka gjithmonë një varësi të këtij sistemi pensionesh nga sistemi i pagave, sepse ne kemi atë modelin kontributiv, pra unë paguaj 1% të pagës time për pension, që sot është 20%. Dhe në momentin që rriten pagat, çdo pensionist shpreson që edhe ati për shkak se rriten të ardhurat e institutit nga ky 20% që merret nga pagat, mund të kishte paralelisht edhe një rritje të pensioneve, po në fakt ka pasur vetëm një indeksim
të pensioneve dhe që kjo e ka bërë që të shkëputet dhe të kryot një hendek edhe më i madh midis sistemit pagave dhe sistemit të pensioneve. Të rritë pabarazia. Të bëhet ekstreme pabarazia. Gjë që në një mënyrë apo në një tjetër e ka bërë këtë stres të kuptoj që ndjehet disi diskriminuar. Megjithatë, në këtë model kontributiv që ne kemi, unë besoj që pensioni i lidhur me kontributin është njëra anë e burimit e mbështetjes financiare të kësaj kategorie. Por sistemi i shërbimeve që është varfëruar edhe që nuk ka ecur paralelisht me gjithë aspektet e tjera të jetës tonë, ndërkohë që njerëzit kanë pritshmëri më të larta, kërkojnë standarde më të larta, kjo e ka bërë edhe më të vështirë jetën e kësaj grup moshe. Po janë të gjitha që nga ato të kujdesit shëndetësor. Për shembull, në qoftë se u mor një mas që ato fishat për matjen e diabetit që njerëzit zakonisht të moshuarit i bëjnë në shtëpi për grup moshat e larta dhe u vendos një grup mosh mbi 65 vjeç. Po gratë pensioniste dalin 61, 62 dhe brenda këtij sistemi ku jemi, ku dihen dhe janë të ligjëruara këto grup mosha, mund të ishte bërë ky diferencim, që në qoftë se për burrat pensionist do jetë mosha 65, për gratë do jetë mosha 62, që ato t'i kenë falas këto lloj shërbime të thjeshta. Ju përmendët pak më herët ofrimin e shërbimeve në shtëpi dhe ne kemi zonjën Roshi në studio, e cila në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës e ofrojnë këtë shërbim. Na trego pak në lidhje me këtë projekt, pra të ofruarit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor në shtëpinë e të moshuarve të pensionistëve të vetmuar. Shoqata Rider, cilën unë e përfaqësoj sot, mbi një bazë eksperiencë 30 vjeçare, identifikoi këtë nevojë të moshuarve, jo vetëm të sëmurëve, por edhe të moshuar që janë vetëm në bazë vizitave që mjekët bënin çdo ditë në shtëpi, dhe ky shërbim u zgjerua dhe jo vetëm tek të moshuarit e vetmuar të sëmur, por edhe të moshuarit që janë vetëm me nevoja social-ekonomike dhe po implementohet nga shkurti tashmë ky projekt në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe me mbështetjen e fondeve nga Bashkimi Evropian. Sa persona u ofrohet kjo ndihmë? Që nga shkurti ne kemi një grup përfituesish tashmë 263 të moshuar që janë në Bashkinë e Tiranës. Si keni identifikuar? Identifikimi... Keni pas kriteri për zgjedhje? Po, identifikimi për shkak se është bërë në bashkim dhe me në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, është bërë nëpërmjet njësive administrative që janë grupi kryesor të cilët referojnë të moshuar në bazë të identifikimeve që ato bëjnë në punën e tyre, por jo vetëm njësitë administrative, janë qendrat komunitare, ditore, janë të moshuar tashmë që janë vënë në dieni pas deklarimit të fillimit të projektit, institucione të pavarura, NGO të ndryshme. Keni të dhëna, zonja Roshi, sa pensionistë të vetmuar ka në Tiranë nga puna juaj ulëmtuese çdo ditë dhe ka studime që një numër nuk mund ta them me saktësi, një numër i përafërt doli në kohën e pandemisë, por nuk ishte një numër që qëndroi për shkak se ishte një nevojë imediate atij momenti dhe nuk ishte një numër që është evident edhe tani, sepse janë të moshuar që nuk ishin të aftë në ato moment që të kryenin nevojat e tyre. Nuk mund ta them qartësisht, por bëhet fjalë mbi 800 edhe lart, paktën mbi 800. Mbi 800. Për të ndalur pak tek shërbimi, çfarë shërbime ju ofroni këtyre personave në banesë? Shërbimi për të moshuarit e vetmuar në banesë, fokusi është moshuar që nuk kanë të afërm, jetojnë vetëm, janë të braktisur ose dhe jo të braktisur nga fëmijët, por janë me fëmijët në emigracion, të cilët nuk kanë mundësi ndoshta financiare që t'i mbështesin për gjitha nevojat e tyre. Janë të moshuar që janë në gjendje të vështirë ekonomike, siç përmendën zonjat pensione që ato marrin nuk janë të konsiderueshme për të përballuar gjitha shpenzimet e tyre. Unë do thoja një mesatare të grupit që ne kemi identifikuar, jo të një numër të përgjithshëm, që një mesatare shkon nga 15.000 lekë deri në 20.000 lekë të reja në muaj. Gjë që të menaxhosh një shtëpi me to të ardhura në kushte të sëmur, me shumë mjekime që u nevojitën edhe me shumë shërbime që ato nuk i kryen dot, qoftë të shoqëruar te mjeku apo me radhë që duhet të shpenzohen, nuk u mjaftojnë. Kështu që në këtë rast do doja të flisja pak për shërbime që ne ofrojmë, që janë 3 grupe shërbime. Është shërbimi social, nëpërmjet cilit ne bëjmë fillimisht identifikimin, vlerësimin e nevojave, referimin për shërbime të ndryshme që ne nuk i mbulojmë direkt, por organizatat të tjera që ne kemi dieni i referojmë dhe ato marrin shërbime. Shërbimi mjekësor që është shumë i rëndësishëm, që është menaxhohet nga mjek dhe infermier, të cilët bëjnë gjithë vlerësimin e përgjithshëm të pacientit, ndërhyrje të ndryshme,
për të moshuarit infermieristike dhe mjekësore në shtëpi. Gjithashtu është dhe shërbimi kujdestarisë që është më i riu në sensin e projektit, i cili është një shërbim ku disa zonja të cilat janë të punësuar si kujdestare shkojnë çdo ditë në banesat e të moshuarve të cilat janë identifikuar për këtë nevojë, sepse jo të gjithë të moshuar kanë të gjitha nevoja. Dikush ka një nevojë, dikush ka një tjetër, dhe pas vlerësimeve ndahen gjitha detyrat dhe çdo staf, ekip shërben atë nevojë, përmbush nevojën e të moshuarit. Kështu që kujdestarët i ndihmojnë të moshuarit me ushqimin, me pazaret, me gatimin, me shoqërimin te mjeku, t'i nxjerrin shëtitje sepse kanë nevojë dhe të ecin, apo t'i çojnë në ambiente që kanë nevojë të argëtohen, ndoshta të shoqërohen në qendrat komunitare. Është ky një projekt që do të zgjasë kohë? Ky projekt supozohet të zgjasë 3 vjet. Dhe një target total. Po, zonja Përdenjë, po pikërisht e kjo doja ta drejtoja vëmendjen. Një bashki i Tiranës ka ngelur në dorë në një rajd. Sepse nuk ka asnjë buxhet në komunitet për moshim. Si shkonkurojnë gjithë buxhetet e tjera për fushat e ndryshme, duhet të ndërtohen shërbimi në shtëpi, duhet të ndërtohen qendra ditore, duhet të ndërtohen hapësirat publike që u morën për t'i bërë aktiv. Ato nuk kanë ku të ecin. E kupton ti të moshuar që ecin rrugë dhe tremen se ju vjen dhe këtej dhe andej ju vi makina. Nuk kanë një hapësirë publike ku të rinë, ne e kishim dhe na e prishëm. E bën varrez makinash, se nuk lëvizin as makinat. Dhe është 100% moshuar pallati. Dhe ti e bën varrez. Makinën tënde ta sillësh ti te dritarja ime. E ta hapësh e ta mbyllesh sa herë ke qef ti. E kupton ti çfarë situate? Nuk është vetëm çështje e pensionit, se un kam parë gjithë vendet e botës. Atje përveç pensionit, dhe ato ka vende të varfra plot, po përveç pensionit, ato mbështeten dhe me shërbime në shtëpi. Ja shkova në Maqedoni, aparati komshia ime ka bler 1300 1800 euro, kurse asaj ja kanë dhënë falas. Aparatin e dëgjimit? Po, e dëgjimit. Shkova në ligjat e Dibrës Madhe, dy zonja fshatare me shami i kishte pagu komuna. Dhe ne i kishim pa lek para 90-s, kushërirat e mia shkonin në përligja për rehabilitim, sa herë do të ketë qendra rehabilitimi, ashtu që të bëjnë një ushtrim, një fiskulturë, një gjë, bëjnë në hapësirat jashtë, në hapësirat brenda. Kishim bibliotekën, nuk prishmë, lidhe njerëzit për të marrë iniciativë. Sa e vështirë ka qenë për ju, duke qenë dhe aktiviste e të moshuarve, sa e vështirë ka qenë për ju që ta ngrini zërin, të dëgjohet zëri juaj, keni bërë... Unë kam bërë konferencë ndërkombëtare këtu, me 14 shtete kam sjellë. Dhe përveç mediave, përveç botimeve, për t'i dhënë moshimin aktive dhe gjitha mesazhet, për gjithë gjërat, studimin për ligjin, kemi përgatitur ligjin që si të mbështetet pushteti lokal. Këtu tallën. Këto ditë, me Meritën ne kemi bërë për herë të parë, Merita ka qenë drejtuese e projektit të standardeve dhe me DFID-in dhe me British Council, dhe jemi trajnuar 6 muaj për të bërë. Më thresin tash se do bëjmë prapë standarde. Ço standarde të vështirë? Do me thënë fondet e Komisionit Evropian, fuqia i çon, i përcakton se duhet bërë prapë standardet, edhe suksesin e standardeve pa lënë hapësirë për të përgjigjur ti konteksteve ndryshim. E kupton ti se çfarë ndodh? Ndërkohë, zonja Xhumari, në këndvështrimin tuaj, pse jemi në këto shifra? Se nëse i referoheshim Instatit për 31.000 pensionistë të vetmuar, çfarë ka sjell këtë situatë? Janë ndryshime demografike, është emigracioni i të rinjve që largohen, ne gjithë i kemi fëmijët jashtë dhe e kuptojmë këtë gjë që kjo është diçka që ndodh natyrshëm, nuk është se ti do i përcaktosh fëmijës ku do studioj, ku do punoj, ku do jetoj. Pra kjo liri, lëvizje e njerëzve, shqyr që erdi kjo ditë. Por ama nga ana tjetër, kjo rrit përgjegjësitë e shtetit. Pra në qoftë se ai koncepti solidaritetit social ka qenë efektiv në këtë vend, ku brezat mbështesin njëri tjetrin, mënyra jetesës lejonte që ata duke jetuar bashk mbështesin njëri tjetrin në nevojat e tyre, vetë zhvillimi i ekonomisë të tregut, lëvizja e lirë, ka bërë që nuk ekziston më ky solidaritet aq i fuqishëm dhe prandaj duhet menduar që shërbimet të ofrohen jo vetëm nga familja, sepse deri tani ne jemi bazuar vetëm tek familja, po dhe nga aktorët e tjerë. Dhe kur them aktorët e tjerë, unë nuk mendoj vetëm shtetin, sepse dhe në gjithë botën janë të gjithë aktorët e shoqërisë. Pra, bizneset, unë në lagjen time kam një biznes aty që ai ofron në mëngjes kafe me një çmim të lirë deri në orën 9 për të moshuarit. Pa mjafton kjo?
Prandaj po them, është një rast sporadik. Paketa dhe ushqimore. Ky është një rast sporadik. Ose paketa ushqimore që ka disa supermarkete, ditën e njëjtë thot ai, për të moshuarit do bëjmë 10% skonto dhe zakonisht ato e dinë dhe shkojnë. Transporti publik, gjitha mungon. Ose unë do thosha për shembull siç unë mendua për kartën e studentit, me që unë jam në mjedise studentore, dhe ata jo se kanë ndonjë përfitim të madh, po boll nisi ideja. Dhe ideja është shumë e rëndësishme që edhe për të moshuarit të ketë një kartë për të moshuarin, për një pensionist, i cili kur shkon në një kinema, në një teatr, se neve gjithkohon themi efektet e gjithë këtyre gjërave dhe nuk themi shkaqet. Ne duhet themi kush e shkakton këtë situatë. Kjo është puna. Duke thënë, nuk kemi këtë vdiqëm nga ankesat. Neve edhe media e ka këtë muhabet. Thot flet vetëm për efektet. Neve duhet t'i futemi në thellësi shkaqeve. Kush janë shkaqet që caktojnë këtë situatë, varfërie ekstreme, në një vend që ka burime dhe gjithë bota, çfarë bëri kur u rrit popullsia moshuar? Ndërtovi programe për t'i fuqizuar të moshuarit, për të qenë aktiv në tregun e punës. Jo t'i lësh ti gjithë ditën ai s'di çfarë bëhet dhe sigurisht që do smuret. Prandaj themi ne moshim aktiv. Themi që ata të jenë aktiv dhe t'i shërbejnë dhe komunitetit, dhe familjes, edhe shoqërisë, edhe ekonomisë. Është term i organizatës botërore shëndetësisë kjo, nuk është se e shpika. Dhe një nga tendencat e sotme në vazhdim të idesë që tha Mira, është që gjithë Europa, duke ndjerë këtë çështjen e moshimit shumë kohë përpara nesh, ato sot, atë gjë që po bëjnë, është jo vetëm të rrisin thjesht në mënyrë formale, me ligje, moshat e daljes në pension, por t'i përgatisin njerëzit. Dhe më pëlqeu ideja që ju kishit kapur në atë mesazhin që datë në fillim, që njerëzit duhet të përgatiten, të dinë si do ta përballojnë moshimin. Dhe kjo gjë mungon tek ne. Pra, ka programe të veçanta, qoftë në nivel komuniteti, qoftë në nivel makro, që këta të moshuar të përgatiten gradualisht që mos t'i nxjerrin jashtë tregut kur ai arrin moshën 60 vjeç ose 62 vjeç, mezi presin shumë institucione, qofshin këto publike apo private, që një person të arrijë moshën ligjore të daljes në pension dhe ta nxjerrin automatikisht jashtë pa marrë parasysh nëse ky person dëshiron të vazhdoj, është në gjendje të vazhdoj punën, ka mundësi të japi më tej, kur gjithë bota ka tendencën që t'i nxjisë njerëzit të qëndrojnë sa më gjatë aktiv. Dhe duke qëndruar aktiv, ato edhe investohet në to. Nuk është se ai ri aty pa një investim. Ai punëdhënësi, çfarë do lloj punëdhënësi, publik apo privat, investon. Për shembull, ne kemi sot një strategji digitalizimi. Po si përkthehet kjo në investimin që bëhet në mjediset e punës, që ata punëtorë që janë të grup moshave mbi 50 vjeç, që pak kanë pasur mundësi të familiarizohen me kompjuterin, me teknologjinë e re, me çfarë avancon çdo ditë, të kenë mundësi të përshtaten. Dhe këtu ndoshta është roli i të gjithë organizatave, biznesit, po edhe këtij solidaritetit me të rinjt që kanë më të thjeshtë për të akomoduar me të rejat e shkencës, me teknologjinë, që të qëndrojnë aty për krah një mjeshtri i cili është mjeshtër në zanat, po ndoshta në teknologji nuk është daq, dhe është një shenjë reciprociteti, që ai mëson kompjuterin, ky tjetri mëson zanatin. Gjithë studimi që është bërë për punëtorët e moshuar, dolën që kanë etik pune më të lartë se sa të rinjt. Sepse këtu lidhe një diskutim tjetër, sepse na ka ndodhur shpeshherë gjatë punës tonë të diskutojmë edhe për mungesën e vendeve të punës për të rinjt, sepse nuk ka hapësira, ndoshta nuk lidhet ajo me nxjerrjen jashtë tregut të grup moshave të larta. Po, për me të dalur në pension. Janë dy gjëra që ky riu, kur hyn i përgatitur, e gjen hapësirën, dhe ky riu nuk ka pse të presi që të caktohet në një punë nga shteti apo nga bashkia, pa ai mund të marrë iniciativa vetë. Dhe kjo është ajo që mungon tek këta të rinj. Teksa po shija insertin edhe pash zotrinte apo zonjat e përlotur nga vetmia, do doja të prekja pak edhe pjesën e traditës. Ne kemi patur gjithmonë traditë që të moshuarit pensionistët nuk e linim vetëm, e gjenin një mënyrë si do që t'ishte. Ju thatë pak më herët që lëvizja demografike, migracioni e ka sjellë këtë plagë, jo vetëm shoqërinë tonë, por edhe në botë. Po çfarë po bëhet me traditën? Solli mekanizma të reja që janë për te familjes, këtë që bëm neve, komiteti për gjitha moshat.
I solli këto mekanizma pikërisht për të ashtu, se nuk ka qenë e mirë prishja e familjes që u bë nukleare, se sundon më kollaj familje nukleare. Kur ishe e madhe ti zguxoje do të preknje. Familja Bërthamës. Kështu që atëherë u krijuan mekanizmat për te familjes, prandaj ndërtuam neve qendrën komuniteti për gjitha moshat, se gjysha vjen dhe me nipin, tash gjyshat atje ke lagje ime, rrin mes makinave me kalamajt mbi makinë. Në qartë. Këtë kondit ke sjell ti, një bashki një hiqet se gjasë më moderne. Moderne je ku i shërben qytetarëve ty, jo ku bën fasada. Ose për shembull, kemi azile, kemi dhe shtëpitë e fëmijëve të braktisur. A ka mundësi që këto t'jetë afër mes tyre, që ata gjyshër të shkojnë aty dhe të rinë, të shpenzojnë disa kohë me ata fëmijët tim që nuk njohin gjyshër, dhe nga ana tjetër, pra ata kanë edhe mbushin jetën e tyre dhe shpirtin e tyre me diçka. Pra, ekzistojnë si të shkëputura shërbime të veçanta që po të integrohen midis tyre mund t'i shërbejnë më mirë të gjitha palëve. Zonja Roshi, në morinë e rasteve që ju trajtonit dhe ju ofroni shërbimin në banesë, çfarë kuptoni nga sfondi i tyre familjar? Janë të moshuar të braktisur, janë të moshuar që për rrethana të ndryshme për shkak të lëvizjeve demografike kanë mbetur vetëm? Janë arsye kryesore janë lëvizje demografike. Do doja të silla një rast konkret të një zonje e cila është 82 vjeç, e verbër pjesërisht dhe kishte 4 muaj pa komunikuar me vajzën e saj të vetme që jetonte jashtë për arsye familjare. Dhe misioni ynë është që t'i lidhim dhe të moshuarit me fëmijët, domethënë që mos t'i lëmë në një lloj komunikimit të distancuar, sepse mundësit janë. Dhe në momentin që unë i lidha, fola paraprakisht edhe me vajzën dhe me të moshuarin dhe shkova atje dhe nëpërmjet rrjeteve sociale arrita që t'i lidhja, ajo s'pari filloi të qante, nuk arriti dot t'i thoshte 2 fjalë vajzës së saj. Filloi të qante nga mungesa që kishte pasur 4 muaj, domethënë ishte ndjerë braktisur, neglizhuar, ndërkohë që vajza vet kishte pasur një situatë shumë të vështirë paralelisht, por nuk ishin vënë në dieni të dyja dhe për mua ishte shumë prekse, sepse ishin mundësitë, kjo ndjehej braktisur, por ndërkohë dhe vajza ndjehej e braktisur në sensin e komunikimit. Kështu që kjo është një nga aspektet, por shumë të moshuar janë dhe vetëm, nuk kanë fëmijë, u kanë ndruar jetë, nuk kanë lindur fëmijë, domethënë janë komplet vetëm. Do nuk është vetëm ky fakt, domethënë që janë me fëmijë, por që malli për fëmijët është shumë e rëndë. Por ata janë besoj shumë dashuria u mungon, dashuria dhe një prezenca e një personi të shkuar dhe çdo ditë që kujdestarët shkojnë ato ndjehen plot sepse ndonjëherë i gjejmë duke folur me veten. Ndjehen me televizorin të ngritur me zë shumë të lartë që të mbushin boshllëqet. Janë të pangrënë, më fal, do doja të thoja një rast që një zonjë ishte e pangrënë për disa ditë me radhë dhe shkonte trokiste në dyert e fqinjve dhe ne mundsuam që të mund t'i ofrojmë shërbimin ushqimin në shtëpi çdo ditë që ajo të mund të marrë veten dhe mori veten realisht sepse ishte smur, ishte pa fliste për çart, nuk ishte në kushte që të mirëkuptoheshe me të nga pa ushqyerja. E shumë raste që i pam dhe që janë në Tiranë, nuk janë larg, janë brenda në qytet dhe janë në kushte skandaloze të jashtme. Që janë vetëm me të moshuar, qytetet tëra, fshatrat të tëra, vetëm të moshuar, pa shërbim shëndetësor, pa asnjë lloj shërbimi tjetër, një mjerim total. Nuk është se jemi kaq të varfër. Më të dish se sa të kesh. Brenda një komuniteti mund të gjenden disa zgjidhje. Për shembull, un kam parë në Çeki, në zona malore të thella, mënyrën se si ishin organizuar të moshuarit, që njëri që kishte një vil me 3 kate më të mirën e fshatit, si me thënë, aty, duke ndonjëri i vetmuar, kishte bërë një mjedis, po këtë e bën komuna. Një mjedis që brenda asaj vile me 3-4 kate, ato kishin akomoduar të moshuarit e atij fshatit të vogël dhe shërbimi kryej nga njerëzit rreth e përqark, pra nuk i kishin larguar nga vendi ku ata kishin jetuar gjithë jetën e vet, t'i çonin diku tjetër që ata të ndjeshin të izoluar, por aty në mjedisin e tyre ja u kishin ofruar shërbimin. Pra duke bashkuar forcat vetë njerëzit me çfarë mund të ofrojnë ata dhe çfarë mund të ofrojnë nga jashtë institucionet publike. Strategjia bashkia pushteti lokal për çfarë është? Për shërbime. Zonja Berdeni, për ta përmbyllur një pyetje për ju, si qëndron raporti i të moshuarve që jetojnë vetëm në raport me ata që e kanë një familje në Shqipëri? Po sigurisht, ku ke një familje është më ndryshe. A keni ju informacion se si qëndron ky raport, a keni ju një informacion? Në rast parë një këtu studime, përveç të shtetit, studimet pavarura nuk ka që ne di. E dini ju sa është përqindja e popullsisë moshuar? S'e dini. Unë një ditë ke një televizion, kam dëgjuar një të instatit që është bërë tha 50%. Dhe me 50% popullsi, shtetet e tjera po ngrenë ministri për moshimin. Ti nuk ke një drejtori.
Ti nuk ke në Këshillin Bashkiak një përfaqësues. Ti nuk ke në bashkitë këtu për t'i pyetur, për të parë, për ta organizuar. Çfarë është infrastruktura qytetare? Është pikërisht kjo që të shërbej njerëzve. Ne nuk kemi infrastrukturë qytetare. Edhe ajo që ishte është prishur. Dhe është prishur me dhunshëm, nuk është prishur se deshin ta prishin qytetarët. Vjen bashkia dhe e prish. Ne ju falenderojmë vërtet shumë që ishit me ne, sepse nxorëm edhe problematika, dham edhe zgjidhje praktike, ndoshta duke parë edhe se çfarë ndodh në botë për t'i ardhur në ndihmë të moshuarve që të gjenden sa më mirë. Ne i prekëm edhe në pjesën ekonomike të integruarit në komunitet e kështu me radhë dhe përgëzime edhe për nismën që shpresoj shumë të ketë gjatësi për te 3 viteve që e keni si projekt. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne. Faleminderit. Dhe në vim të këtij diskutimi ëndër unë ftoj shikuesit të ndjekin një nismë e cila tregon se prej 16 vitesh në Tiranë ekziston një streh që ofron ushqim për personat në nevojë. Luci Përgjegji sjell këtë material nga Mensa e Dashurisë. Miqtë e shqiptare, sot kemi ardhur në Mensën e Dashurisë. Jo më kot quhet Mensa e Dashurisë, prej më shumë se 16 vitesh. Ju shërben ushqim për të gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi të sigurojnë as edhe një vakt ushqimor. Pa dallime, as feje, as gjinie e as moshe. Të gjithë ata të cilët nuk kanë patur mundësi dhe nuk kanë shpresë që ditën e nesërme do të sigurojnë ushqimin e tyre, kanë gjetur stret tek Mensa e Dashurisë. Prej sa kohë është kaj që vjen dhe merr ushqim këtu tek Mensa e Dashurisë? Unë kam në vit e gjysë. Si e ke zbuluar? Kush të tregoj që është kjo mensa që jep ushqim? Mu më thaj një shok. Tati, edhe me shokun pru këtu edhe vazhdova, dhe i sot. Sa vjetë që je nëse mund të të pyet? Më jam të përdu. Me të jeton? Vetë. Ke qenë i martuar, ke fëmijë? Pa, i martu, i dam, fëmijët i kam martu. Një ti ke rritur, kanë krijuar familjet e tyre tani. Familjet e tyre. Një e kam Greqi, një e kam këtu. I qonë i gocën tjetër e kam jashtë. Të vjen mirë që ke gjetur një streh ku të vish të marrësh ushqimin për ditë dhe mos lodhesh të gatuar? M'leçon, kuptoti, nga ekonomia kështu dhe jemi shumë mirë që vim këtu. Ke gjetur shok të rinj këtu tek Mensa e Dashurisë kur vjen për të marrë ushqime? Takoj ka i shok kështu. Sa ko ka që vjen këtu tek Mensa e Dashurisë për të marrë ushqim? Kam një vit gati të që marrë. Si e more vesh që është e hapur një mendës ku jep një ushqim falas? Orë një ushqim falas të të. Kushta ta? Njerëzit rrugës të. Njerëzit që jeton. Pësë që. Ti jeton këtu afër? Këtu afër ke gjimnazi Partizan. Me kë jeton? Me qunin. Me djalin. Prej sa vitesh jeton vetëm me djalin? Une kam një, burim ka vdek ka 5 vjetë bënda Shqipëril. E jetoj me qunin, goca është e martume. Çfarë punë ke bërë më përpara? Kam punu në kombinat, njishit. Atë ishte puna, s'kishim këtë ikshim në kombinat. Tani punon? Ja, të shi kam dalë pension. Vjen mirë që ke gjetur një vend ku mund të vish të marrësh ushqimin edhe mund të marrësh ushqim pa bërë. Shumë mirë ushqimi. Si të presin njerëzit? Tu shumë mirë presin, shumë mirë. Si është Mensa e Dashurisë për ty? Për mua dashuria gjithmonë është e mirë. Por tu kemi gjithë qetësi, mërtëri. Ja. Me kë jeton? Vetëm. Sa vitesh jeton vetëm? Kam një 15 vjetë. 15 vite që. Po. Sa vite ka që vjen dhe han ushqim këtu te Mensa e Dashurisë? Kam një vite ca 2 vjetë. Një Si e more vesh? Ma një kompshi, ma rekomandoj një kompshi dhe tha, janë njerëz të mirë. Edhe ti ka ardhur. Të pëlqen shërbimi që të ofrojnë këtu? Shumë. Shkëlqyshëm. Çfarë punë ke bërë më përpara? Shqipshojnë. Nga kuzhinës së Mensës së Dashurisë, ajo çfarë shohim sapo hym këtu brenda janë tenxherët shumë të mëdha me ushqim, të gjitha, të cilat ju shërbejnë dhe gatuajnë ushqimin për të gjithë personat që vinë për të marrë vaktin e tyre pranë Mensës së Dashurisë, pas një kriter, pa dallime se kush janë ata të cilët paraqiten këtu për të marrë ushqimin, punonjësit e kësaj menze ju shërbejnë me shumë dashuri.
Spartak, prej sa kohësh je vullnetar në mensën e dashurisë? Rreth një vit më përpara kam ardhur këtu të jap kontributin tim në ndihmë të njerëzve në nevojë. Ti vjen vullnetarisht këtu? Po, vi vullnetarisht. Si të erdhi ideja, si e more vendimin për t'ju shërbyer njerëzve në nevojë? Duke qenë që jam në pension të parakoshëm, mendova të bëj diçka të vlefshme për shoqërinë. Edhe kjo që zgjidhja më e mirë për mendimin tim. Si more informacion për mensën e dashurisë? Dije që ekzistonte një mens ku mund shërbeje si vullnetar? Shiko, unë jam praktikant në kishën ortodokse dhe atje ka dhe një gazetë që informon për aktivitetet që bëhen, edhe nga gazeta e Ringjallja, e mësova këtë mens, këtë vend ku ndahen ndihmat, edhe ju afrova atë Nikolës për ndihmë. Sa e vështirë është të shërbesh njerëz të cilët janë në nevojë, duke marrë parasysh që kanë edhe ata problemet e tyre, dhe vinë, le të themi, këtu tek menza e dashurisë, shkarkojnë përveç se marrin ushqim, shkarkojnë edhe gjithë hallet e tyre. Shiko, këtu janë nga gjithë llojet e njerëzve. Ka njerëz që të falenderojnë me zemër 100 herë. Ka të tjerë që janë me probleme. Ka që gati zedhe gjumin tavolinë nga ilaçet që marrin. Pra është shiko, ka vështirësitë e veta, ka kënaqësitë e veta, ka dhe vështirësitë e veta. Por duke që ne i njohim tani individualisht gati të gjithë, se janë të përditshëm, i tolerojmë ata që janë më të vështirët, marrim mirënjohjen nga ata që janë më të urtit, më të butit. Çfarë ka qenë një histori që për shembull ta ka treguar dikush që ka ardhur tu te menza dhe ty të ka mbetur në mendje? Shiko, këtu ka shumë histori, këtu është një galeri, një minier personazhesh të ndryshëm, domethënë. Këtu ka që kanë humbur fëmijët. Këtu ka që kanë punuar në punë të vështira. Këtu ka që kanë qenë në luftë Kosovës. Pra janë lloj kategorisë, domethënë, që po ushtar të UÇK-s, domethënë, që vinë të marrin ushqimin këtu. Ish oficer i UÇK-s. Atje nuk i ka fëmijët, i ka një fëmijë të smur. Ka mbetur i vetëm dhe ka gjetur edhe ka gjetur një strek këtu për të marrë ushqimin që han këtu, marrin edhe me vete. Atë Nikola, prej sa kohësh mensa e dashurisë ju vjen në ndihmë të gjithë atyre të cilët nuk kanë mundësi të sigurojnë një vakt? Që nga në vitin 2005, në janar të vitit 2005, është hapur kjo mensë, është e kishës ortodokse dhe i shërben 300 personave çdo ditë, ushqim të gatuar dhe 2 racione në ditë. E kuj ka qenë iniciativa e parë për hapjen e kësaj mensa? Iniciativa dhe ideatori ka qenë kryebiskopi Anastas. Në vitin 2005, pasi Shqipëria ishte kaluar nga një vështirësi e madhe me luftën civile që kishte pasur në theshtatën, gjithmonë ishte dëshira e saj për të ndihmuar njerëzit në nevojë, dhe në vitin 2005 u realizua hapja e kësaj mencës dhe kemi më shumë se 16 vjet sot që shërbejmë me ushqim të gatuar. Edhe një pyetje të fundit për sa i përket edhe organizimit dhe funksionimit të kësaj menze. Si ka qenë trendi i donatorëve për këtë menzë? Është rritur më shumë ndërgjegjësimi i njerëzve për të dhuruar apo njerëzit janë bërë më individualist? Jo, janë rritur. Unë them janë rritur. Dhe të them realitetin që nga pas Covidit dhe këtej, janë rritur edhe njerëzit, po janë rritur edhe dhuruesit. Dhuruesit shumë njerëz të ndryshëm, kompani, individ, njerëz të ndryshëm që janë rritur duke na sjellë ushqime të ndryshme. Dikush sjell para, dikush sjell ushqime, dikush sjell të mira materiale, dikush sjell duke ardhur duke ndihmuar në mënyrë vullnetare, sepse që të gatohen 300 racione duhet përgatitur një ushqim. Dhe këtu menca e hap deri në saqen orën 8 të mëngjesit deri në orën 1 të drekës.